Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë, Tim Çomucunski, tho se maqedonia e Veriut është në fazën përfundimtare të finalizimit të një marrëveshje tregtare me SBA-n lidhur me doganimin. Sipas tij, tarifa më e lartë të zbatohet do të jetë 15%, ndërsa për disa produkte do të vlejnë norma më të ulta. Megjithatë, për momentin nuk zbulohet se për cilat produkte konkrete bëhet fjalë. Norma më e lartë tarifore do të jetë 15%, që është më e ulët se një numër më i madh i shteteve, jo vetëm në botë, por edhe në shumë shtete të rajonit, që ende kanë tarifa dukshëm më të larta se 15%. Për disa produkte dhe industri kyçe do të ketë norma tarifore nën 15%. Ne tashmë kemi produkte të eksportuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kanë tarifa më të ulta se 15%, që do të thotë se po ecim në drejtimin e duhur. Ai shpjegoi se pritshmëritë e tij bazohen në përvojën e disa shteteve me të cilat SBA-ja ka nënshkruar marrëveshje të ngjashme, ku procesi është zhvilluar në këtë rend, fillimisht deklaratë përbashkët, pastaj nënshkrimi i marrëveshjes, që më pas kërkon procedurat e brendshme edhe nga aspekti ndërkombëtar ligjor. Fakti që arritëm të gjejmë një zgjidhje të tillë nuk i dëmtoi një pjesë të madhe të kompanive që nga vendi ynë eksportojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ne komunikojmë me një pjesë të madhe të këtyre kompanive. Është e vërtetë që kemi sfida, por ende arrim të mbajmë të qëndrueshëm eksportin e tyre drejt SBA-ve. Sipas Mucunskit, doganat përaqesin sfidë për kompanitë që eksportojnë nga vendi, por ato megjithatë vazhdojnë të mbajnë të qëndrueshme eksportin e tyre. Sipas kronikës së marrëveshjes, Maqedonia e Veriut do të heqë plotësisht detyrimet doganore për të gjitha produktet industriale dhe bujqësore nga SBA. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara do të mbajnë tarifa prej 15% për një pjesë të produkteve nga vendi, por do të shqyrtojnë mundësinë që kategoritë të caktuara të kenë normë doganore 0%.